Lidhjes Demokratike të Kosovës, të degës Kodra Trimave, në ndegëve, në këtë rast i Koqirit Bardoshit, në ndegët Përnis, Simidol, Vilec, Tënërdol, Ranidol, Shalban, Besi, nërën të përshëndes veç pas ju, të zjedhet e prenëndorit, kjenë zjedhe kës për Lidhjen Demokratike të Kosovës, kjenë vazhdimësi e fitoreve të LDK-s në Prishtinë, në Kodrën e Trimave dhe në shumicën e komunave të Kosovës. Ne si LDK në Kodrën e Trimave, si pjesë integrale e Prishtinës, padyshim që ndjehemi krenarë që jemi pjesë në kësaj partije cilën e formoi ai i cili i bëri ndërë, i bëri adër, i dha kuptim institucioneve shtetërore, e ai është presidenti i historisë të Kosovës. Partit tjera politike është e drejtë galojnë, është e drejtë kërkojnë që s'është votën të konkurojnë, por në që për e përsërisë që e kam thonë disa herë dhe atë barseshtë, folën të arsisë, qytetarët Kodrës Trimave asë njerës në menon valë. Mund të kërkojnë, por le të harrojnë që mund të fitojnë Kodrën e Trimave partit tjera. Mund këtë dhe barfrije dhe kohë, mund këtë dhe papullësie dhe kohë, por në qojë jemi sigurt që vitë që da të qytetarë kësaj pjesë kanë dignitet dhe nuk e shesin votën, nuk mund të ablejnë votën, as ta që i kanë gjepa flot, qoftë në pushtet, koalicioni qeveritor, po dhe të tjerë që e kanë edhe parti, edhe pushtet, edhe biznes. Në Kodrën e Trimave edhe me mbajt fjallë kuptimit e fundimit fjalimeve, sepse këtu është zemra e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më nuk vetë shumë me thonë për pas asaj që njësi dek me bo përpjekje që kandidatë tonë që vinë nga kjo pjesë e shtetit Prishtinës, kjerë kandidatë që mund të marrin edhe do të marrin vota. Unë jam i bindur që në mesin e shumë kandidatë të mirë që i kemi bërë përshjetën më të mirë, dhe unë jam i sigur që këta kandidatë në Kodrën e Trimave në vitën që do t'ja asigurojnë votat Lidhjes Demokratike të Kosovës, do t'ja asigurojnë votën edhe vetes, dhe në këtë mirë do të kontribuojnë që sikur zgjedhjet e vitit 2009, që mund të në knatësi, kemi pas jashtëzakonisht sukses, sepse nga njëmat kandidatët nga Kodra e Trimave kanë qenë 8 këshilltarë komunal, dhe kjo është kartë që të bëjë se ne edhe të zgjedhje do të fitojmë vetë shumë. Në fond sepse qytetar dashur, kjo është qëllimi i parë në Kodrën e Trimave, në Bardhash që është hyrje e Prishtinës, ose hyrje e Pranjecit dhe Pranjecit hyrje e Prishtinës, është qëllimi i parë, ne do të kemi edhe 3 qëllime të tjera, që do i mbajmë në Barilev, që do t'i mbajmë në shkollën filluar e Zerel Hajdini, që do t'i mbajmë në shkollën filluar Rasim Bokshi, dhe do t'a kemi qëllimin në 25 tetor në Hilmira Kovica, një qëllim që jam i bindur do t'i dridhë këta partit e notën. Do t'i bindur si që ka dridhë me djetë qërëshor këti viti ka qenë qëllimi më i mirë për një herë që të majtë lagja jonë, falë faktit që kemi pas 1.500 antarë të ri dhe në moshën 30 vjetë që e në pasun dhe të këtë. Dhe këta,
kanë vënë për angazhimin për të mirën e lagjës, për realizimin e projekteve dhe sigurisht të këtare juve, ekipit tuaj, ju ta kanë poshtë të falenderojmë për projekte që keni realizuar në gjitha pjesë të lagjës tonë, po edhe në këtë pjesë. Në këtë rast, të bëra përmend faktin për ata që janë të Vërnicës, po ja thonë, hapur jo vetëm për shkak se është fushat, po atë që e kemi thonë, e kemi realizuar. Edhe ato 1 kilometër deri 2 që i keni rrugë pa asfaltuar, ky kryetari i komunës, kjo udhëheqje është komunale, do t'ju asfalton në projektin e këtij. Kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetarin e Komunës të Prishtinës sot dhe nesër, akademik Isa Mustafën, të ndërfjorën për është. Në vitin 2007, kurse kishim bashkë mirë situatin, ju nga datë forë që ta kurdojnë nga fitojnë. E në këtë hatër zbulim në juve dhe nga kemi mëjtë edhe slogan të partisë me marrë këtë thanje të ujë, sepse është shumë e vërtet që kur kemi dashtë, kur jemi organizuar, ne kemi fitu, dhe në shumë i bindur, që kësaj rrallën dojmë fort, jemi organizuar tepër mirë, edhe do të fitojmë shumë, sepse nuk dëshirojmë të fitojmë pak, po të fitojmë shumë, kjo tregojmë se si fitojmë një dhe në mërdojmë. Aktivitetin e punën që stendit ka posë bashku me ju dhe kërësia në përkës të këtë pjesë, e vlerësoj shumë dignitetin e ju, sepse di që ka shumë të pa punë këtë pjesë. Ka shumë njerë që ka nevojë për punë, ka nevojë për shkollat mira, ka nevojë për studimet mira, ka nevojë për pas qendra sportive, ka nevojë për pas terrena sportive. Dhe ne do të mundohemi që mandatin ashtu të japim rëndësi të nevojë punës, që njerëzit të sigurojnë vende pune, që bizniset të sigurojnë, që ato të zhvillohen, edhe të funksionojnë këtë pjesë të Prishtinës edhe këtë pjesë të Kodrës së Trimave, dhe që gjithë ne ta kemi vënë mirë, sepse digniteti ynë nuk na lejon që ne t'i nështrohemi interesave të tij. Askush do të votojë më për para, do të votojë që ta luajë dignitetin tonë, do të votojë që jo ta mbrim 68-67 që kemi mbrim për ta mbrim 77 që përgjithë të kallëzojmë se çfarë është vota. Përqindja votës do me i përputh me numërin e partisë që ne i jemi në mërgjit. Prandaj shkutar të deruar vërdoshit dhe gjitha lagjet dhe fshatrave që sot ka rritojnë tu, unë ju e kërkoj votën ka ju, sepse është në kulturën time dhe në etikën time që unë ta kërkoj këtë votë. Që t'ju përmohem premtimet e që japi para jush, kërkoj votën edhe për këshilltarët të vendet komunal që janë nga kjo pjesë, dhe këshilltarët tjerë të komunës së Prishtinës, sepse vetëm me shumicën e këshilltarëve të vendet komunal ne mund marrë vendimet forta, mund marrë vendimet mira, dhe unë shpresoj se ju do të hapni votën aty. Unë shpresoj se do të hapni votën edhe besimin, edhe mund që të vazhdojnë edhe atë tjerë.
Jo me 4, po me 3 vendosa, me 3 njerëzore këtu në Kështu.